Kryetari Kuvendit Kosovës, deputet Kuvendit Kosovës. Në vitin 2011 kishte 8 raunde të bisedimeve të qeverisë Kosovës mas Serbisë, me që rast imazhi i Kosovës si qeveria e sajoj për Kosovën ishte ai i një vendi që merret vesh për çështjet e tij të brendshme me Serbinë. Në vitin 2011, ndërkombëtarët nuk mund ta mendonin Kosovën pa e menduar e paramenduar edhe Serbinë. Që prej se është shpallur pavarësia e Kosovës, Serbia kur s'ka qenë pjesë e përftyrimit ndërkombëtar të Kosovës, sikurse në mandatin e kësaj qeverie që ende nuk i ka mbushur një vit. Sot, për shkak të dialogut në Bruksel, Kosova në arenën ndërkombëtare shihet si Kosovë dialogut Kosovë-Serbi. Kot shpenzohen parat buxhetit Kosovës për imazhin e Kosovës. Imazhin qeveria po e betonon në marrëdhënie me Serbinë, ku ashtu quajturi procesi normalizimit po e ndryshon Kosovën dhe jo Serbinë. Pushteti i Serbisë në Kosovë e ka sjellur dialogun me Serbinë për Kosovën. Ky dialog tash po e rrit pushtetin e Serbisë në Kosovë. Jemi bërë shtet kopje që e heq fjalën Republik nga emri i vet Karshi Serbisë. Jemi bërë shtet pa integritet që eliminon pikat kufitare ndaj Serbisë, duke i shndruar ato në pika kaluese. Është e vërtetë që ne jemi subjekti opozitar që kemi kërkuar dorëheqjen e qeverisë dhe zgjedhjet e parakohshme. Mirë po me aksionin ton të 14 janarit, vetëvendosja synonte që t'ja merrte pushtetin Serbisë dhe t'ja jap këtë pushtet shtetit Kosovës që duam ta forcojmë. Vetëm Serbia do ta pësonte me 14 janar, askush tjetër. Mirë po çfarë bëri qeveria? Kur po e rrezikonim qeveria konstatoi rrezikim të pushtetit saj. Tu udhëhequr nga kryeministri, na keni sharr e na keni akuzuar, keni shpifur e keni gënjyer për neve. Përveç se na quajtët faqezinj e vetëfundosje, na krahasuat me kriminalin Veselinović, ku siç thatë ju, edhe Serbia pas ka hequr dorë prej tij, thua se Serbia tash na qenë ka më e mirë se Veselinović. Ky është ai shërbim i shkëlqyer Serbisë nga kryeministri i Kosovës. Që të gjithë ju deputetët e tij duhet ta kuptoni se nuk e prodhoi Zvonko Veselinović Serbinë, po ana sjelltas. Së fundi, Serbia e hoqi vetë këtë kriminal në mënyrë që kryetari i Serbisë, Boris Tadić, të vijë në Deçan dhe thotë që asnjëherë do të heqë strukturat e Serbisë, të cilat tash janë të rifreskuara. Ai Zvonko Veselinović është një kriminal dhe kreu i një bande kriminale. Ai s'mund të krahasohet për nga krimi me Serbinë dhe Serbia nuk është më e mirë se ai ashtu siç mendon e flet ky kryeminist. Në të vërtetë, qysh para protestës sonë paqësore, ju e shfrytëzuat gjithë arsenalin e fyrjeve kundër vetëvendosjes, sepse i thatë qytetarëve që gjëja më e keqe është duke u synuar pikërisht nga vetëvendosja dhe kjo është marrja e pushtetit. Po pra, kjo është gjëja më e keqe që mund të ndodhë sipas kësaj qeverie. Kjo tregonte preokupimin e saj paqësor e që s'është Kosova e as populli i saj. Spari, modeli ekonomik në Kosovë është i gabuar. Nuk bën që arka e shtetit të mbushet nga taksat doganore për nga tatimi i brendshëm. Shteti nuk forcohet kështu. Vetëm kur shteti mbledh tatimet në paga dhe tatimet në fitim të ndërmarrjeve, shteti bëhet i sofistikuar dhe i fuqishëm. Mbushja e arkës së shtetit në kufi është thjeshtësi dhe dobësi e shtetit. 3/4 e buxhetit Kosovës vazhdojnë të mblidhen në kufi. Në anën tjetër, ju konsideroni që është dashur të jeni patriot vetëm në luftë, prandaj e konsideroni normale që jeni qeveri jo patriotike e pas luftës. Por nuk ka fatkeqësi më të madhe se sa një qeveri jo patriotike për një popull. Fundja, qytetarët mund të mos jenë patriot, por qeveria e një vendi zguxon të mos jetë patriotike. Patriotizmi nuk është fakultet që e kryen për 3 vjet dhe mandej e merr diplomën duke u certifikuar si patriot për tërë jetën. Je patriot vetëm nëse je tërë jetën dhe për çdo ditë. Pavarësia nuk është kapital që duhet të shpenzohet për hap cilësor për zhvillim e përparim. Kjo qeveri po sillet në mënyrë kanibaliste ndaj pavarësisë. Qeveritarët po e hajnë pavarësinë. Sepse pavarësinë po na tresin bisedimet me Serbinë, kontratat super të shtrejta me korporatat huaja, manipulimet me tender dhe privatizimet e egra. Kjo qeveri ka tepër pushtet në një shtet gjithnjë më dobët. Dhe këtë pushtet e ka përdorur për ta rrudhur e zvogluar shtetin dhe për ta trashur pushtetin. Nuk është çështja vetëm e reciprocitetit këto ditë, por e anashkalimeve të planifikuara të kuvendit nga qeveria në këtë vitin 2012 në të cilën përsa hym. Qeveria mendon ta shes distribucionin e kekut, PTK-n dhe Trepçën, ta pranoj një farë autonomie për Veriun dhe për këtë qëllim dëshiron ta eliminoj kuvendin e Kosovës si pengesë në këtë vit. Pra 14 janari është simptom e vitit në cilin kemi hyrë.
Me mënyrat e kësaj qeverie dështon shteti i Kosovës, sepse po dështon ai si republik dhe si ekonomi. Serbia ka lëvërdiqet mos na njoh. Ajo përkundër mosnjohjes po eksporton mallra në Kosovë dhe duke mos na njohur e ka kontrollin më të fuqishëm në Kosovë dhe ndikimin më të madh në botë për Kosovën. Në maj të vitit 2006, Boris Tadić pa të reaguar kundër fushatës së lëvizjes vetëvendosje për bojkotimin e prodhimeve të Serbisë. Ai pa të kërkuar nga PSSP-ja i atëhershëm, Soren Jessen Petersen, të intervenojë ndaj nesh. Në demonstratën tonë të radhës mandej në qershor, policia UNMIK-ut dhe ajo speciale e Kosovës u bën shumë brutale. Pa përfshirë kontrabandën e mallrave, Kosova bën pjesë në mesin e 10 vendeve ku Serbia eksporton mas shumti. Nëse e përfshim kontrabandën, atëherë Kosova ngjitet në vendin e 5-4. Prodhuesit e Serbisë janë edhe më shumë se kaq të varur prej tregut të Kosovës, sepse ata shesin në Kosovë, ndërsa eksportuesit më të mëdhenj të Serbisë edhe ashtu janë korporatat ndërkombëtare që kanë marrur pjesë në privatizim në Serbi. Pra, ka një varësi të Serbisë që është ekonomike e tregtare prej Kosovës. Duke shitur mallra në Kosovë, Serbia po na blen si treg. Gjatë luftës, ajo i djegu dëmtoi ose rënoi 120.000 shtëpi të shqiptarëve në Kosovë, shkatroi 60.000% baktive dhe i plaçkiti ose djegu shumicën e traktorëve të bujqëve shqiptarë. Pra, Serbia nuk po luftonte vetëm jetën dhe banimin e shqiptarëve, por edhe kundër potencialit zhvillimor e prodhues. Serbia i ka marrur zyrtarisht 2.1 miliard euro nga Kosova, që prej pas luftës, kurse përmes rrugëve të tjera edhe dyfishën e kësaj. Protesta paqësore është vlerë e Bashkimit Evropian dhe e garantuar me Konvencion Evropiane të Drejtave të Njerëzit. Por duhet pasur parasysh një gjë. Edhe lirit, edhe të drejtat nuk janë në marrëdhënie diakronike, po janë në marrëdhënie sinkronike. Ato janë njëkohësisht. Nuk mund thuash që një herë po e shfryzoj këtë të drejtë, sepse mandej mund ta shfryzoj këtë të drejtën tjetër, ashtu që të më krijohet mundësia për atë lirinë e fundit mandej. Pra, nuk ka moment të lirisë dhe të drejtës. Ato janë në mënyrë sinkronike. Të gjitha njëherëse. Po ashtu edhe reciprociteti është vlerë e Bashkimit Evropian. Shtetet në Bashkimin Evropian e njohin njëra tjetrën. Nuk ka asnjë shembull tjetër në botë ku dy shtete që nuk kanë marrëveshje të paqes dhe nuk e njohin njëra tjetrën, megjithatë kanë marrëveshje tregtisë lirë. Me që Serbia nuk e njeh Republikën e Kosovës, as Kosova nuk do ta njeh Republikën e Serbisë. As një automjet ose kamion me tabela Serbisë duhet lejuar të hyjë në Kosovë. Serbia na ka shumë borxh për okupimin, gjenocidin dhe dëmet që na i ka shkaktuar. Sipas qeverisë së Kosovës, jo vetëm që kjo as kërkohet as përmendet, por po del që Kosova na e paska veten e saj si treg borxh ndaj Serbisë. Sot janë bërë 45 ditë prej se qeveria e Kosovës është rebeluar. Ajo është rebeluar kundër vendimit demokratik të kuvendit për reciprocitet të plot me Serbinë. Janë bërë 45 ditë prej se qeveria nuk po e respekton rendin institucional. Qeveria e Kosovës po promovon anarki, sepse në mënyrë arbitrare po vendos se cilin vendim a ligj të institucioneve ta zbatoj e cilin jo. Tash kjo qeveri synon të shkoj edhe një hap më turje. Ajo dëshiron që ta suspendoj vendimin e kuvendit, ta shpërfill kuvendin jo vetëm në të tashmen, por në të kaluarën e tij. Nuk është e rastishme që kryeministri aktual, Thaçi, është takuar 2 herë tinës me Boris Tadićin, madje një herë sa ka qenë në opozitë, siç ka njoftuar WikiLeaks. Kjo rrugë e kësaj qeverie, e cila e bën Kosovën të hapur për Serbinë dhe të mbyllur për Shqipërinë, është rrugë e Ali Shukrisë dhe Sinan Hasanit. Pra, lëvizja vetëvendosje është edhe në kuvend, edhe në institucione, po edhe në rrugët shqiptare të Kosovës. Por kjo rrugë e kësaj qeverie me këtë mocion që e ka propozuar është rrugë e Ali Shukrisë edhe Sinan Hasanit. Udhëtim të këndshëm këtë rrugë nuk mund t'ju dëshiroj sepse s'mund keni. Udhëtimi dhe destinacioni i kësaj rruge për juve do të jenë si gjithmonë për ata të tjerë, edhe të pakëndshme, edhe të palavdishme. Faleminderit. Fjallën e ka deputeti Hidajet Hyseni. Faleminderit i nderuar kryetar. Dëshiroj t'ju përshëndes gjithëve të nderuar deputet dhe dëshiroja të përshëndes se radhe edhe qeveritarët e koalicionit qeverisës edhe opozitën, vetëvendosjen dhe koalicionin, edhe protestuesit edhe qeveritarët. Jemi jo vetëm në një salë, po mendoj që jemi në fakt edhe në një kazan. Për t'ju them sinqerisht,
ajo që ndodhi javën që shkoj, për mua ka qenë një përjetim i rëndë. Dhe e them përsëri sinqerisht, jo më pak i rëndë se sa e atyre që janë ndodhur në atë valë, të dy anët. Dhe gjatë gjithë kohës më është kujtuar, më është sjellur në përmend një qortim i Recep Berishës, babait të Nuhi Berishës. Shumë vite më parë, kur ne po përplaseshim për vota, ai e gjeti rastin kur ishim bashkë dhe na e tha, çka po bani bre djem? Jeni bon pike 5 në për partina e çka po di, dhe unë ju du të gjithve, po s'di çka bëje, kam një vot, çka të bëj me ta? Atëherë ishte fjala për një përplasje elektorale, po kjo ishte një përplasje krejt tjetër fare, gati afër vllavrasjes. Dhe ishte krejt e pazakonshme. 2 tabore përballë, në të dy adhëtar e bija adhëtarësh. Në të dy çlirimtar e bija çlirimtarësh. Shkoj gjatë po t'i përmend emrat, po ju lutem shikoni emrat e atyre që ishin në ballën të dy anët. Është diçka fatkeqe që mund sjell fatkeqësi të madhe për këtë vend. Edhe këndej edhe andej ishte i njëjti brum. Besoj shumë i njëjti ideal, i njëjti motiv matje në situatën e dhënë. Ishte një dallim në dinamik, në dimension, në formë. Por jam i sigurt që 99% të dy taboreve po të pyesishin, a janë për pavarësinë ishin. A janë për shtetin janë. Për reciprocitet janë. Për dinjitet janë. Dhe nëse ne nuk arrim edhe për kaq të gjejmë zgjidhje, faji është i politikës, faji është i yni. Ishte një mocion i 40 e sa deputetëve pak përpara. Por ishte edhe një rezolute 28 korrikut, e cila s'di pse po harrohet, e cila ka qenë miratuar me 89 vota, dhe e cila po ashtu kërkonte kontroll plot kufive dhe respektim ose zbatim të masave të reciprocitetit. Dhe me sa e di ka qenë bërë atëherë bashkë deputet e qeveritar bashkë. Atëherë kishte eufori, entuziazëm, edhe prirje ka skajshmërit, ka teprimet. Ka pas edhe ndonjë tërheqje vrejtje, ndonjë kujtim të asaj urtisë popullit, ku shmatet shpesh vjen ma letë. Pastaj edhe ndonjë deklarat që e vinte në dyshim zbatimin e rezolutës së kuvendit, pa dhënë sqarimet e duhura. U injorua, nuk ushtrua siç duhet e sa duhet në kuvend, dhe erdhi përplasja vlla me vlla, shok me shok, bashkëluftar me bashkëluftar. Dhe unë me sa kam konstatuar, shumica nuk e ka pëlqyer krejt këtë situatë. Nuk e ka pëlqyer as njërën palë, as palën tjetër. Dhe më vjen keq që unë duhet flas shpesh me këto edhe as. Po fort jam i bindur që e vërteta qëndron aty. Nuk beson njeriu ynë se zgjidhja është në bartje me lehtësi të problemeve nga institucionet e Republikës sonë që janë formuar me gjak në rrugë, në sheshe e ku ta di ku. Nuk beson njeriu ynë në efektin e kthimeve prapa në modele desperadosash. Edhe madje në modele të i kaluara të lëvizjeve popullore, sepse janë të i kaluar, tash i kemi tjetër fare, institucionale. Por nuk e pëlqen njeriu ynë prototip i tij as demonstrimin brutal të forcës dhe dhunës policore, sipas modeleve që i kemi njohur, i kemi përballuar dhe ua kemi parë edhe fundin. Nuk e pëlqen dhunën, kërbaqin, çizmen e bombat me ujë e gaz lotësjellës kundër qytetarëve të parmatosur, midis cilëve shumë gra, fëmijë, pleq, madje edhe kur ishin ulur, madje edhe në shtëpitë e tyre. Merrni me mend, pikërisht në lagje banuar u gjet vendi për policinë tonë për të bllokuar protestuesit nëse u dash ka të bllokuash. Madje, siç keni vrejt, edhe invalid pa asnjërin krah. Ata po e rrezikonin policinë dhe pushtetin tonë. Madje edhe deputete në kryetar të kuvendit. Qoftë edhe nëse policisë tonë ja ka dhënë lejen e famshme ajo në gjykata kushtetuese, që aq mirë e qëndisje të lejisi punën e imunitetit deputetit.
As deklaratat e serta me kapadajlëk zyrtar të ndonjëherë të ardhur nga qeveria jonë nuk i pëlqen njeriu ynë dhe atyre edhe ma pak u kanë hije ato. Aq ma pak tallet e përqeshjet banale e të ndonjë aparaciku e poltroni servil që e dëmtojnë më shumë se gjithkush qeverinë dhe qeveritarët. Thot i fjale popullit, kush fle me fëmijë quhet i lakt. Nuk e pëlqen njeriu ynë blokimin e Morinës dhe Jazhincës. Kush e ka menduar se policistan do të vinë atë detyrë? Për të blokuar qoftë edhe njerëzit që vinë andej, por midis cilëve edhe studentë njerëz që punojnë me ata. Me çfarë të drejtë tash kjo bllokat? Pse nuk duhet shtrohet kjo? Nuk e pëlqen njeriu ynë policizimin e pushtetit tonë demokratik dhe Republikës tonë demokratike. Nuk i duhet policizimi. Jo pushka drejton politiken, po duhet drejtoj politika pushkën e Kërbaqin dhe ata që e bartin pushkën dhe Kërbaqin. E kundërta është vërtet rrezik shumë serioz për të ardhmen e vendit dhe për demokracinë e saj. Duhet prandaj zonja zotëri edhe përgjegjësi në situatën e krijuar dhe veprimet e bëra. Për mendimin tim nga të dy palët. Do duhej përgjegjësi politike partijake për ndonjë teprim ose veprim ose vendim të tepruar edhe nga lëvizja vetëvendosje, do duhej edhe përgjegjësi institucionale nga ata që janë përgjegjës për teprimet dhe veprimet e palejueshme që e kanë dëmtuar imazhin e Kosovës, jo më pak se protestat në përgjithësi. Protestat ndodhin gjithkund. Po shtetin e dëmton veprimet e shtetit. Nuk na duan motra vëllezër modele nga Afrika dhe referenca te Libia e Gaddafi, nga asnjëra palë. Dallimi midis asaj që pam në Merdare ose te Dheu i Bardhë dhe asaj që po shohim në Afrikën e përflakur është shumë i vogël. Prandaj mendoj që edhe duhet të merren seriozisht. Është fat që nuk pati fiktiva dhe mendoj që është rasti që ne të shkundemi, të këndellemi dhe të bëjmë që kur në Kosovën tonë të mos krijohen situata të tilla. Do duhej edhe të mendonim. E sikur të ndodhte ajo që s'mund të ndodhë, të sulmonin të zëmë ata që këndonin me ata në Mërdaras dhe të vinin me ato që kanë qenë përpara, çka do të ndodhte? Kush do ta kishte më të afërt të zëmë se sa njëri tjetrin që ishin ballë për ballë për të kapur supë me supë dhe për të luftuar e për të rënë bashkë? Pse të mos na pij ky motiv? Prandaj zonja zotëri unë e konsideroj shumë të rëndësishëm këtë debat dhe mendoj që duhet edhe të orientohet drejt. E quaj të drejt edhe idenë për të pas një rezolut, por do t'ishte ma mirë që rezoluta t'ishte shtruar në mënyrë të rregullt. Rezoluta bëhet me shkrim disa ditë përpara, natyrisht kur nuk është urgjente. Këtu kishte një urgjencë, por urgjenca nuk ishte e tillë sa të mos mushtrohej në mbledhjen e kryesisë që ishte pa 2-3 ditë. Megjithatë, nga pak edhe lëshime të tilla në procedurë na kanë sjellë në situata të tilla. Sido që t'jetë, rezolutë e re, dakord, por shumë do të dëshiroj ata, nënvizoj ata potencioj kujdes me idenë e kërkuar për shfuqizimin e rezolutave të mëparshme. Nuk është praktik parlamentare. Nuk di që të kenë ndodhur dikund që një rezolut shfuqizoj rezolutat. Rezolutat zakonisht i referohen njëra tjetrat dhe ato e te i kalojnë njëra tjetrën dhe e shfuqizojnë në ecje sipër, po jo duke e shfuqizuar tërësisht. Shtrohet dilema dhe parimore. Rezoluta flet për reciprocitetin, edhe kjo mocioni edhe ajo e Korrikut. Do ta shfuqizojmë reciprocitetin si parim? Ka dy parime në marrëdhënien ndërkombëtare, reciprociteti dhe dominiumi. Kush e shfuqizon reciprocitetin e përqafon me hira pa hir dominionin. Dominiumin që është një praktik në vendet e varura, ose formalisht të varura ende. Por është një praktik që në Kosovë nuk bën as të mendohet. Prandaj edhe mendoj që do duhej rishikuar idenë e tillë. Faleminderit që e kreu. Fjalën e ka deputeti Livona Leu. I nderuar kryetar, të nderuar deputet, do të flas pak a shumë në lidhje me atë se çka u fol, janë 3 çështje.
E para do të lidhem tek deklarimi i ministrit Bajram Rexhepi, kur foli për intervenimin e policisë tek Dheu i Bardh. Do doja të flas me që vetë isha atje dhe të them se komplet deklarimi i tij për atje ka qenë i pavërtet, nga se ngjarja ka ndodhur krejtësisht ndryshe. Mos harrojmë se 26 ditë përpara është paralajmëruar protesta përmes mediave dhe takim me policinë kemi pas konkretisht edhe nga afër dhe është sqaruar plotësisht. E pashtu edhe në ditën e protestës tek Dheu i Bardh ne kemi komunikuar vazhdimisht me policinë. Është bllokuar gjysma e rrugës, është lënë lëvizja e lirë, pra nuk ka pas bllokim të lëvizjes lirë. Fillimisht policia ka bllokuar të rrugën, dikur edhe ajo ka liruar dhe ka filluar të ketë qarkullim të lirshëm. Për çdo problem ne kemi komunikuar me policinë dhe e kemi zgjidhur aty për aty. Nuk ka pas gjatë tërë ditës asnjë problem. Ka shkuar çdo gjë në rregull. Dhe gjatë tërë ditës është zbatuar reciprociteti nga protestuesit dhe policia që të dy palët bashkarisht. Dhuna ka ndodhur në mbrëmje nga njësitë speciale dhe me urdhër. Dhe kur flasim këtu për çështjet e intervenimit, do të mund të pajtohem me deputetin paraprak kur flet se në protest ka çdo herë tejkalime edhe nga policia edhe nga protestuesit mund të ketë. Aty nuk pati tejkalime nga protestuesit, po ta zëm se janë po i zëm ato të arsyeshme. Lëvizja vetëvendosje nuk e fajson policin, nuk vën gisht drejt për drejt për të akuzuar si karakter policin dhe të qenit polic, pra lëvizja vetëvendosje e akuzon qeverinë dhe urdhërdhënien. Të mos harrojmë një gjë, që pamje të tilla shfaqen shpesh dhe ato po vazhdojnë përsëriten shfaqen dhe nuk po mirën masa. Këtu në këtë kuvend kemi bë pyetje direkte, kemi bë ministrit Bajram Rexhepi për kushtrim Halitin zyrtarin nga Ministria e Punëve të Brendshme, i cili shihet shumë qartë në inqizim duke godit aktivistin e lidhur për toke edhe pse është person civil. Kemi kërkuar, janë marrë masa ndaj tij, nuk është marrë asnjëherë asnjë masë. Kemi kërkuar edhe në kuvend, nuk na është përgjigj asnjëherë. Pra, kur të mos marrësh masa, do të thotë ti po e stimulon policin që të marrë masa ndaj qytetarëve të vet. Të jetë i dhunshëm ndaj qytetarëve shqiptar e po që se gabon rastisht, polici përballë të jetë përballë ndonjë protestuesi që flet serbisht, atëherë duhet të jetë shumë i kujdesshëm, çysh ka ndodhur në dy protesta më herët tek pika kufitare në Motivot dhe tek afër Srepit, ku e kanë bllokuar rrugën vite më parë protestuesit serb, ku me qras policia e Kosovës ka humbur dajak prej protestuesve dhe nuk ka pas asnjëherë urdhër që të merr masa ndaj tyre. Çështja tjetër është çështja këtu që po përmendet shpesh që duhet të shterrën mjetet institucionale, duhet të përdoren mjetet institucionale. Ato janë na konsiderojmë që ato janë shterr. Këtu në kuvend është fol, është marrë vendim dhe qeveria e ka tash për me zbatu. Pra, mjetet institucionale janë shterë plotësisht, kemi shku deri në fund të tyre. Protesta ka qenë pas një afati mjaft të gjatë kur kemi pritë që qeveria do ta zbaton, nuk e ka zbatu. Dhe tash, këtu qëndron edhe pikërisht vlera e protestës. Protesta pra ishte ajo që e bëri të dukshme mosbatimin e atij vendimit të qeverisë. Se për ndryshe, si shumë ligje tjera që nuk zbatohen, edhe kjo do të mund thuaj, u marrë nuk u zbatu që ashtu diçka nuk do të përmendej fare. Po u desh të ndodh protesta që shihet shumë qartë se nuk ka jo vullnet të zbatohet, por ka vullnet të ndalohet, çfarë do përpjekje për zbatim. Kjo tregon shumë qartë vetit të cilat e karakterizojnë shtetin sot. Dhe në këtë pikë protesta e 14 janarit e ka vlerën e vet sepse e qjerri maskën e pushtetit sot. Pika tjetër është çështja e të bëmave. Kur po flasim për të kaluarën, po flasim për të bëmat, po flasim se qysh dikush ka bëhe, s'kemi bëhe, kush ka bëhe, dikush ma shumë e dikush ma pak. O shumë e qartë që deri këtu kemi arrit nga të bëmat e qytetarëve dhe Kosova këtu ka arrit pikërisht fal mundit dhe gjakut të shumë dëshmorëve e veprimtarëve përgjatë historisë e përgjatë gjeneratës e brezave të tërë. Kosova pra është çliruar çdo ditë dhe një proces i tillë çlirimit po vazhdon edhe sot. Tash jemi në pikën kur duhet t'i përmendim ato.
lëvizjeve vendosje absolutisht nuk i mohon, madje çmon shumë lart. Çka do që ka ndodhur të kaluarën, cili do që ta ketë bo. Nëse cili do, gjatë jetës tij vetëm një ditë të vetme, ja ka kushtu këtij vendit, atë ditë duhet m'ia konservu edhe m'ia rujt. Po jo m'ia përzi me ditë të tjera, të cilat mund t'ia dëmtojnë edhe atë ditë. Pse? Sepse ajo ditë nuk është e tij. Ajo përpjekje nuk është e asnjërit prej atyre që kanë vepruar, po është e qytetarëve të Kosovës. Mos harrojmë se ata që kanë vepruar deklarojnë, besoj që ato nuk e kanë bërë për vete, kanë bërë për qytetarët. Dhe ajo është vlerë e qytetarëve dhe ne duhet ta ruajmë. Po tash kemi rrinë pikën që ato vlera nuk po ruhen. Ato po damtohen dhe ato po shkilen. Pra sot po vim në pikën kur vlerat të cilat na kanë sjell neve deri këtu po goditen dhe po goditen vazhdimisht e sistematikisht. Dhe ne duhet t'i hidhemi në mbrojtje aty. Dhe lëvizjeve të vendosjes është çdo herë e gatshme të mbroj këto vlera nga ky proces i cili po i dëmton. Ne po e shohim nga dëshmërinë që këto vlerat goditen, ne po e shohim nga dëshmërinë që secili veç e veç një nga një ta dërgoj shokun në burg, duke i godit vlerat e skaluarës. Dhe ne do të jemi pikërisht ata që do ta mbrojmë cilën do vlerë të cili do kujt nga qoftë në qeveria, qoftë në opozita, qoftë ku do qoftë, cili do, veprimtar që kanë pse? Sepse ajo është vlera e qytetarëve tonë, ajo është vlera e gjeneratave që vinë. Fëmijët tonë sot duhet të edukohen që ta ndërtojnë shtetin e vet në frymën që e kanë sjell gjeneratat më herët dhe në frymën e UÇK-s. Pra sot shteti jonë nuk po ndërtohet në këtë frymë. Deputeti Bekim Haxhiu ka fjalën. Nderuar kryetari i Parlamentit, nderuar kryeministër, kabinet qeveritar, të nderuar kolegë deputet. Është mirë që debati është kthyer në Parlament, nga se si popull kemi vujtur shumë të kalumen për të kërkuar drejtën tonë në forma të ndryshme duke mos pasur opsionet tona demokratike, ndërsa sot ato i kemi. Dhe para se të mendoj çfarë do zgjidhje tjetër, për cilin do problem, do duhet të shqetësoj se janë shterur të gjitha mjetet për debat, janë shpenzuar të gjitha mjetet institucionale dhe juridike, përpara se të ofrohej rruga si opcion pa alternativë. Duke njëruar dhe mohuar ligjet, kushtetutën dhe vetë shtetin tonë që ndërtuam me shumë mund dhe sakrificë. Mendoj se koha për demonstruar trimëri dhe sakrificë ka kaluar, sigurisht që një numër i konsideruar edhe i deputetëve këtu e kanë vështirë të lirohen nga i mentaliteti i robit. Ishte kohë tjetër ai kur kërkohej trimëri dhe sakrificë, ndërsa tani është një kohë tjetër. Sot është koha që të veprojnë në mënyrë të mençur, me impresi politike, me diplomaci, duke rritur dhe besimin dhe bashkëpunimin ndërkombëtar, duke qenë partner serioz me këtë qëllim të arritjes së objektivave evropiane të popullit tonë. Prandaj jo rastisht edhe populli thotë ec me kohën. Sigurisht se konceptet tona politike dallojnë dhe kjo duhet të jep të sharm demokracisë, por kurse nuk duhet të lejojmë që për shkak të koncepteve politike të krijojmë armiqësi mes nesh dhe qytetarëve, dhe të ftojmë ata për urrëtie, protesta, konflikte, e në veçanti me organet e rendit, të cilat gjithashtu janë tonat dhe me shumë mundi ngritën. Nuk do duhet as në ëndër të mendoj dikush nga ne që të linçoj dhe demonizoj policinë e Kosovës, me të cilën u mborëm të gjithë përpara, gjatë dhe pas 25 korrikut, dhe do mburemi me ta edhe sot, nga sa ata janë në shërbim të këtij vendi dhe janë vëllezër dhe motra tonë, ata janë mbrojtësit e ligjit dhe nuk mund t'i njollos askush për interesa politike personale. Kosova ka ngritur mekanizmat e mbikëqyrjes së forcës së sigurisë edhe në kuadër të policisë Kosovës, por edhe mekanizmat parlamentare të mbikëqyrjes së forcës së sigurisë, dhe nuk lejohet ndërhyrja në to për qëllime politike. Pasohet përpjekjet të tilla politike për demonizim dhe linçim të policisë janë të dëmshme dhe vështirë të riparueshme për kredibilitetin e policisë, e cili u ngrit me shumë mund dhe vetëvlem të shumë policëve të rënë detyrë, siç ishte rasti i policit Enver Zumberi e shumë kolegëve të tij më parë. Do të kuptuar që në demokraci vlen rregullat, ligjet, kushtetuta, sigurisht se për të gjithë ne që jemi pjesë e parlamentit, përgjegjësia është më e madhe për të respektuar rregullat, ligjet, kushtetutën dhe rregulloret me përpikëri.
Ikja e disa deputetëve për të zgjidhur problemin nga parlamenti në rrugë është tendencë e dëshme për reputacionin e këtij parlamenti dhe të vetë deputetëve, duke vlerësuar kështu rolin e parlamentit dhe sforcuar rrugën. Andaj protesta dhe rruga si koncept nuk u përkran nga gjysma e deputetëve të vendosjes, të cilat nuk u bashkuan konceptit rrugës protestën e 14 janarit. E lere as nga qytetarët e Kosovës, shprehur në përqindje në protestën e 14 janarit, morën pjesë 0,02% të qytetarët Kosovës. Në fakt, kërkesa e vendosjes për reciprocitet nuk ishte e tillë si u prezantua dhe u paraqit nga ata. Në të gjitha debatet dhe diskutimet, vendosja thirrej në reciprocitet, ndërsa në fakt kërkesat i kishte për kontestuar konkluzionet e arritura në dialogun teknik mes Kosovës dhe Serbisë, për të cilin dialog dhe konkluzione vendosja dy herë humbin në kuvend në tendencë për të ndalë dialogun teknik, i cili është obligim ndërkombëtar i Kosovës që buron nga Kombet e Bashkuara, ku pretendojnë të jemi antar. Vendosja fshehet prapa një mocioni me koncept gjerë politik, ekonomik dhe tregtar, që lën shumë hapësirë për të interpretuar edhe nga ta dhe keq interpretuar. Të nderuar kolegë deputet, tani kur u hap dialogu për liberalizimin e vizave dhe po hym në fazën e përmbylljes së pavarësisë së mbikëqyrur, do duhet të gjithë së bashku të punojmë për të arritur objektivat për integrime evropiane. Sikur të gjithë të jemi unik gët, ka shumë punë dhe shumë sfida për të arritur. Integrimet evropiane janë paranesh dhe mund të arrijmë në bashkëpunim me partnerët tanë të cilët vendosja ignoron dhe ishpërfill brutalisht. Është e pajësikueshme kjo tendencë për të aprishur Kosovën me miqtë tanë të cilët na ndihmuan dhe për krahën për të bërë të lirë dhe për të bërë të pavarur. Dua vetëm t'u rikujtoj vetëm disa nga deklarimet e politikanëve ndërkombëtar për protestën e 14 janarit. Jelko Kacin thot: Albin Kurti po solidarizohet me serbët e Veriut. Doris Pak, aksioni i vetëvendosjes është menduri. Lunacek, aksioni i vetëvendosjes dëmton imazhin e Kosovës. Gentilini, aksioni i vetëvendosjes do të minojë proceset evropiane. Andaj është e pajustifikueshme kërcënia e Albin Kurtit për të tentuar për zgjidhje probleme në rrugë dhe ignoruar të gjithët aktorët dhe faktorët relevantë. Faleminderit. Faleminderit deputetja Albulen Haxhiu ka fjalën. Faleminderit kryetar. Përpara se disa kolegë deputet të miren me legitimitetin e protestës paqësore të 14 janarit, pse nuk po veprojnë kundër injorimit dhe përbuzjes së qeverisë ndaj vendimeve të Kuvendit të Kosovës. Qeveria e Republikës Kosovës po e shkel nenin 92.3 Kushtetutës Republikës Kosovës, me anë të së cilit nen është e obliguar të respektojë ligjet dhe çdo vendim tjetër të miratuar në kuvend. Përveç se kjo qeverie shkeli këtë nen, ajo vazhdoi me urdhrat e saj që ta përdor policinë e Kosovës për shkeljen e së drejtës së protestës, por edhe ta përdor po këtë polici për të ushtruar dhunë brutale ndaj qytetarëve paqësor. Pra në vend që kjo qeveri të respektonte apo të respektoj një obligim kushtetues, ajo vazhdoi ta shkelte po këtë kushtetutë pra nenin 43, ku theksohet që liria e tubimit paqësor është e drejtë e garantuar. Protesta e lëvizjes vetëvendosje e 14 janarit ishte paqësore. Këtë e pan edhe e thanë të gjithë. Vetëm kjo qeveri dhe njerëzit e kësaj qeverie nuk e pan, ose për më keq nuk donin ta shihnin, për shkak se kësisoje e kishin nisur fushatën kundër protestës paqësore të lëvizjes vetëvendosje, duke përdorur gjuhë kërcënuese, duke ndjellë dhunë, frikë, madje edhe gjak. E drejta për të protestuar sankcionohet edhe me konventa ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit. Sankcionohet edhe me këto konventa për shkak se po kjo e drejtë është arritur me sakrificë nga miliona njerëz anë mban botës. Unë do të marr vetëm një shembull për t'ju informuar se si funksionojnë parimet e Bashkimit Evropian. Në vitin 2003, Gjykata Evropiane e Drejtësisë, pra gjykata më e lartë e cila merr vendime lidhur me çështje që kanë të bëjnë me ligjin e Bashkimit Evropian, ka marrë një vendim të ngjashëm me atë se çfarë po ndodh sot në Kosovë, që njihet si vendimi Schmidt-Berger. Në këtë çështje, kompania ndërkombëtare e transportit Eugene Schmidt-Berger ngriti padi kundër Republikës së Austrisë për faktin se ajo nuk kishte marrë masa për të ndaluar një protestë paqësore që kishte bllokuar njërin prej akseve rrugore kryesore të transportit në Austri, ku kalonin tranzit mallrat midis shteteve anëtare të BE-s. Në këtë çështje, pra,
Vendimi i gjykatës në fund e hodhi poshtë padinë e ngritur nga kompania tregtare me arsyetimin se kufizimi i tregtisë ndërmjet shteteve anëtare është i justifikuar nga interesi legjitim për mbrojtjen e të drejtave themeltare, në këtë rast të drejtën e protestuesve për lirinë e të shprehurit dhe lirinë për të protestuar. Gjithashtu, vendimi i kësaj gjykate më tej thekson se ndërkohë që një demonstrat në një autostradë publike përgjithsisht nënkupton një pengesë për ata që nuk marrin pjesë në demonstrat, në veçanti duke penguar lëvizjen e lirë, kjo pengesë në pari mund të tolerohet nëse qëllimi i demonstratës është shprehja ligjore e një opinioni. Ky vendim shërben si një precedent ligjor për të gjitha shtetet anëtare të BE-s. Pra kjo qeveri ose nuk i njeh ligjet të BE-s ose me qëllim i shpërfil ato. Lëvizjen e lirë të njerëzve e ka pengu kjo qeveri. Përveç që i keni pengu hyrjen bashkombazve tanë nga Republika e Shqipërisë dhe qytetarët shqiptarë nga Maqedonia, ju edhe i keni keq trajtu ata. Asnjë pushtet nuk ka të drejtë të pengojë qytetarët të marrin pjesë në një protestë. Gjersa strukturat paralele të Serbisë, përveç se në veri të vendit ku tani ushtrojnë pushtet të plot, ata edhe në jug të vendit vazhdojnë të enden lirshëm dhe veprojnë hapur dhe në pjesë të tjera të vendit në komunat me shumicë serbe, duke sfiduar dhe luftuar çdo ditë shtetin e Kosovës. Pushteti i Hashim Thaqit, në mënyrën më të turpshme dhe më çuçare, mundohet të ja tregojë dhëmbët e shtetit bashkombazëve tanë. Nga krejt kjo, të vetmi që janë ndjerë të kërcënuar nga protesta paqësore lëvizjet vetëvendosje dhe nga mbështetësit e kësaj proteste është pushteti i Hashim Thaqit, Serbia bashkë me strukturat e saj kriminale në Kosovë. Tendenca e qeverisë për t'i viktimizuar disa policë është tendencë për t'i shfaqsuar urdhërdhënësit e dhunës. Në fund, ne do t'i denonsojmë përgjegjësit kryesor që shkaktuan dhunë e torturë ndaj protestuesve gjatë dhe pas arrestimit. Fjalën e ka deputetja Valbon Dibra. Faleminderit i nderuar kryetar, i nderuar kryeministër, zavens kryeministra, ministra, të nderuar kolegë deputet. Të provohet që të zgjidhen problemet jashtë institucioneve të Kosovës është veprim i gabuar. Dalja në rrugë për zgjedhjen e problemeve e sidomos pa i përfillur rregullat ligjore për tubime publike, domosdoshmërisht çon deri te ballafaqimi me policinë. Jo vetëm tek ne, por kjo ndodh edhe në çdo vend demokratik të botës. Dua të ju rikujtoj të nderuar deputet dhe qytetarë të nderuar se kjo qasje ndaj problemeve ka konsekuenca negative për shtetin e Kosovës. Dihet se për ngritjen e imazhit të Kosovës është punuar për vitet e tëra dhe në këto momente të rëndësishme për Kosovën të dilet në rrugë dhe të tentohen të mirën në kontroll pikat kufitare është e papranueshme si për qeverinë e Kosovës, ashtu edhe për popullin e Kosovës. Të gjithë e dim që e drejta për të protestuar është e lejuar me kushtetut dhe me legj. Dhe në këtë rast, organizatorët e protestës kanë shkelur ligjin, njëherë në mos marrjen e lesë nga policia, mos respektimin e urdhrit të policisë për shpërndarjet e protestuesve dhe mos shfrytëzimin adekuat të hapësirës. Nuk është e drejtë që me anë të viktimizimit të tentojnë të jenë në qendër të vëmendjes, se ky gest nuk i bën derë asnjë qytetarit të Republikës së Kosovës e aq me pak atyre që janë përfaqësues të zgjedhur të popullit. Derisa Kosova është shtet, i ka institucionet e veta shtetërore të cilat janë ngritur me mund e me shumë sakrifica, detyrë e secilit qytetar të saj, e sidomos përfaqësuesve të zgjedhur të popullit, është që të punojnë dhe ta forcojnë shtetin, dhe në mënyrë institucionale problemet të zgjidhen e jo me veprime të papërgjithshme ta shkatrojmë atë që me meze e kemi ngritur. Ju faleminderit për vëmendjen. Dhe diskutuesi i fundit nga deputetët është deputeti Halit Krasniqi. Faleminderit kryetar. I nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, kabinet qeveritar, të nderuar e të respektuar shumë kolegë deputet. Nga që i fundit do të mundohem një performancë ëmbëlsire me kriju, me gjithë se tema është shumë e hidhur edhe as pak entuziaste për ta trajtuar. Tema për organizimin tonë
dhe vështimin tonë në raport me Serbinë nuk duhet të na ndaj dhe më pak të na përplas me zvete. Përkundrazi, do duhet të na motivoj për të plotësuar njëri tjetrin pozitë e opozitë. Jo nga dashuria për temën, sa për ndjeshmëria për procesin, në të cilin janë protagonist edhe qendrat vendosjes në glob dhe madje me mjaft ndikim. Faleminderit Zotit që është kështu. Me 7 dhjetor, kur ishte interpelanca me zëvendës kryeministrin dhe ministrën për reciprocitetin dhe kur parashtrohej dhe parashikoja rjedhimet që pasuan, u angazhova të thras ndërgjegjen e të gjithëve, duke ju kërkuar veprimet përgjegjshme ashtu siç vepronte i madhi Fanoli. Edhe pse nga viti 1965, sa jetoj pas lirimit të Shqipërisë, ai nuk kishte motiv për ta vizituar Shqipërinë atëherë, të cilin e donte shumë, për cilët e punonte shumë, dhe kur përballej me kundërshtarët e bashkohanikët e vet, me arsyetimin se kjo Shqipëri e kishte për zëm demokracinë dhe e ka larguar Zotin, duke përballur me 2 karakteristika që e tipizonin personalitetin e tina, si demokrat dhe si përshkop, ai me urti u thoshte gjatë viteve 45 dhe 55, deri 55. Ta antarsojmë këtë shtet në Kombet Bashkuara, në organizatën e Kombeve Bashkuara dhe pastaj deri në vdekje u thoshte ta rrisim e ta forcojmë kështu si është, pa zot, pa demokraci, dhe këtë thoshte një përshkop. Udhëhec i kishës autoqefale shqiptare, dhe këtë thoshte një udhëhec i një lëvizje demokratike që kishte rezultuar me një qeveri demokratike, por për masat e figurës e tij është vështirë gjenden në ditët e sotme. Të nderuar deputet, shumë përkushtuar në këtë ditë sotit dhe në jetët tuaja. Perspektiva shqiptare dhe Kosovës ka vënë lëvizje forca regionale dhe globale, jo vetëm kundër shqiptarëve dhe Kosovës, por kundër dominimit të NATO-s, sepse ushtarët më të devotshëm të saj janë 7 milion banorët më të coptuar dhe me një unison gjuhë dhe perspektive, ku pas 100 vjetësh për herë të parë në këtë jubilar, Zoti po ju sjell shpërblime. Faleminderit. Mirë, fjallën përfundimtare është e qeverisë, fjallën e ka kryeministri Zoti Hashim Thaçi. Faleminderit nderuari kryetar, kabinet qeveritar, të nderuar dhe të respektuar deputet, të nderuar qytetarë të Republikës e Kosovës. Më lejeni edhe mua që në emër të qeverisë së Republikës e Kosovës, fillimisht duke ju falendëruar për shumicën e deputetëve për diskutimet e tyre korrekte, konstruktive, të përgjithshme, në thirrje për tejkalimin e kësaj situate të re të panevojshme të krijuar, në thirrje për tejkalimin e tendencave të interesave partijake, por mbi të gjitha të interesave shtetërore të gjithë qytetarëve, pa dallim etnie, të adresoj edhe disa nga opinionet për zhvillimet e fundit politike në vend. Viti 2012 është prej viteve më të rëndësishme për Republikën e Kosovës prej vitit 1999. Atëherë kur kemi fituar lirin, vitin 2008 kur kemi shpallur pavarësinë, dhe tani në këtë vit kur do ta përmbyllim procesin e pavarësisë së mbikëqyrur. Qytetarët e Kosovës me padurim e kam pritur dje lajmin, konfirmimin, zotimin politik të Brukselit, por edhe të qeverisë e Kosovës për hapjen e dialogut për procesin e liberalizimit të vizave. E kam theksuar edhe sot në mëngjes, por i theksoj edhe tash në mbrëmje. Kjo është merit e shtetit Kosovës, është merit e institucioneve
të Kosovës është merit e gjithë spektrit politik dhe falenderoj edhe gjithë ata deputet që kanë punuar bashkarisht, sidomos në Komisionin për Integrime, por dhe kryetarët e komunave, shoqërinë civile dhe mediat. Natyrisht, për fat keq, Kosova në vend që të shkonte jashtëzakonisht, do të shkoje përgatitur, por të shkonte pa imazhi negativ të zhvillimit të fundit në takimin e grupit drejtues ndërkombëtar në Vjenë që do të mbahet me 24 janar. Pra ishin dy agenda shumë pozitive për Kosovën, ai i dialogut për liberalizimin e vizave që ndodhi dje, dhe më tutje agenda për përmbylljen e pavarësisë mbikëqyrur me datën 24 janar, ndodhi ajo që më së paku priti të ndodhte dhe që ajo më së paku që duhej të ndodhte. Por çdo rrethon, unë jam optimist dhe me besim të plot në energjinë pozitive të forcave politike në vend, në unitetin politik qytetar dhe shtetëror, por dhe në implementimin e vizionit ton perëndimor. Prandaj, jam optimist se do t'i përmbyllum agendat për të cilat kemi punuar, kemi sakrifikuar dhe jemi duke implementuar vizionin ton perëndimor. Kosova Evropiane është ajo për të cilën kemi luftuar me gjenerata. Gjenerata e gjenerata të tëra. Këtë vit, ja shënoj me dhe 100 vjetorin e festës së flamurit, si shqiptar, e në të njëjtën kohë jemi edhe në prag të 4 vjetorit të pavarësisë e Kosovës. Dhe kur shqiptarët nuk kanë qenë pozicion më të volitshëm, më të fuqishëm, më stabil, më kredibil. Edhe në kuadër të drejtave të tyre që kanë, por edhe në kuadër të bashkisë ndërkombëtare apo rrjedhave globale botërore. E festojmë 100 vjetorin e festës së flamurit dhe pavarësisë së Shqipërisë, kur Shqipëria është pjesë e NATO-s, dhe kur Kosova është shtet i pavarur dhe sovran. Kur Shqipëria që ka kaluar procesin e liberalizimit të vizave, dhe kur ne po i hapim kufit dhe po ndërtojmë autostrada, kur po humb kuptimi i kufinve, dhe po nganin vlerat e hapjes së kufive, vlerat e europianizimit, edhe të Kosovës, edhe të rajonit. Unë nuk dëshiroj të bëj paralele, por për kufit e Kosovës do të ketë kritere dhe standarde evropiane me këtë që është në kufi. Natyrisht ne si kemi përcaktu kufit, as unë, as ju, të tjerë ne kam përcaktu, ne po bëjmë përmirësimin historik që na ka ndodhur padrejtësive në rajon. Padrejtësive për me tepër se një shekullore, por natyrisht me një filozofi dhe me një qasje krejt e re, atë të partneritetit me bashkësinë ndërkombëtare. Me 10 qershor 1999, Kosova e ka larguar Serbin nga, do të thotë, e kemi larguar me 10 qershor 1999 Kosovën nga Serbia. Por në të njëjtën kohë kemi larguar edhe ideologjinë komuniste. Nga ideologjia komuniste 50 vite Shqipëria mbeti e izoluar, e diskriminuar, e përjashtuar, e vetë përjashtuar nga bota. Dhe për 50 vite, po nga, mund të them, ndikimet e asaj ideologjie, Kosova mbeti e pushtuar nga Serbia. S'po them që ka fillu në 45, se tonë tim histori kur ka fillu. Tash është e diskutueshme për shkencëtar kjo, apo në ndonjë akademi shkencore me argumente që kanë qenë ato. Prandaj, ne do të vazhdojmë, të punojmë me përkushtimet më të mëdha për perspektiven tonë evropiane, duke respektuar standardet më të larta
perëndimore, duke implementuar gjitha kriteret e nevojshme dhe domosdoshme për liberalizim të vizave, për procesin e plot antarësimit e Kosovës në NATO dhe Bashkim Evropian, por në të njëjtën kohë dallimet politike që janë duhet ta forcojnë vizionin tonë shtetëror. Dilemat që mund t'i kemë duhet i përgjigjemi këtu në kuvend, në institucione dhe jo në rrugë. E di se ka njerëz që pretendojnë që të paraqiten si gardian të së vërtetës. Askush nuk është gardian e së vërtetës nga ne. E vërteta është një. Apo pretendojnë të paraqiten si pronar të patriotizmit. E di se dikuj ka mbetur merak që të ishte ashtu siç do dëshiron të ishte, por nuk mund të jetë. Prandaj e theksoj edhe një herë, Kosova Evropiane është ajo për të cilën kemi luftuar me gjenerata. Vlerat evropiane janë ato për të cilat kemi derdhur gjak. Ndërtimi rrugëve dhe hapja kufijve janë udhërrefys për ne. Jo mbyllja tyre, jo blokadat. Ka kaluar koha edhe në Kosovë dhe kudo, edhe Leninit, edhe Trotskit, edhe Stalinit, e besa edhe Mussolinit. Dhe në fund të fundit, dëshiroj të theksoj se ne fituam vetëm me vlera evropiane. Këtu dëgjuan etiketime se dikush otratar, dikush patriot. Madje u dëgjuan edhe prej individëve që kur është themeluar ushtria shëndetare e Kosovës, kur kum dashur unë të diskutoj në atë kohë, ka nikur nga unë. Prandaj, lutem mos t'i hapëm letra se kur t'i hapën keq. Dhe në fund të fundit, dëshiroj të theksoj se e armja jonë evropiane në fund të fundit nuk ka të bëj vetëm me respektimin e ligjit. Kjo nuk ka të bëj vetëm me respektimin e kushtetutës, megjithse edhe kushtetutën edhe ligjet i kemi të modelit evropian. Kjo ka të bëj mbi të gjitha me vlerat, vizionin dhe Kosovën që duam ta ndërtojmë. E ne duam dhe jemi të përcaktuar ta ndërtojmë Kosovën evropiane. E vizioni për Kosovën evropiane nuk ndërtohet përmes blokadave, qoftë fizike, qoftë mendore, të kujdo qoftë. Vizioni evropian nuk ndërtohet duke definuar veten dhe të ardhmen tonë në urrëtie me të tjerët dhe për të tjerët. Ai vizion nuk ndërtohet duke definuar veten kundër të tjerëve. Askuj këtu nuk ka nevojë ti tregoj çka ka bërë Serbia në Kosovë, gjithë e dimë dhe gjithë e kemi përjetuar. Tashme kemi reciprocitet. Të nderuar deputet, ky debat ka pasur kuptim para 25 korrikut. Nuk ka mori kthim prapa. Dhe sot, kur e gjithë bota demokratike është mobilizuar në agjenden për te kalimin e gjendjes e krijuar në veri, atëherë ne nxjerrim probleme vetvetes. Problemet e tjera, edhe vetvetes, edhe miqve tanë. Problemet e ritheksoj dhe dallimet politike që mund t'i kemi dhe i kemi dhe jemi demokraci, e theksoj edhe njëherë duhet të debatohen këtu, të diskutohen këtu dhe të zgjidhen këtu. Por në fund të fundit, duhet të respektojmë parimin demokratik, atë të shumicës. Unë edhe njërë ftoj që diskutimet tona, bashkëbisedimet tona, debatet tona, të zhvillojmë në parlament dhe jo në rrugë. Këtu mund të zgjidhim dilemat tona, natyrisht me një komunikim normal, me një komunikim emancipues, civilizues dhe qytetërues, dhe jo urrëtës
fyes e denoncus. Prandaj e ftoj edhe grupin politik tuajnë që debatin të mos ta bardh në rrugë, por ta respektoj jetën institucionale që kemi kultivuar edhe si tradit në Republikën e Kosovës. Unë juftoj gjithve, pa dallim partije, duke u nisur edhe nga Partia Demokratike Kryetarisë së cilës jam, që përvojë tek këqija të kujdo qoftë që ka ndodhur, të mos pretendon kushti bardh në Kosovë. Nuk do të ketë sukses, do të dështojnë. Ky është vullneti politik i qytetarëve të Kosovës, i të gjithë ata që na kanë votuar neve pa dallime partijake, dhe ky është vizioni ynë perëndimor politik. Të nderuar deputet, ne kemi luftuar për të pasur parlament, dhe ju dini sa sakrifica është bërë që të kemi parlamentin tonë, që të kemi njerëzit e zgjedhur tonë, që të kemi qeverinë tonë, që të kemi autoritetet tona komunale, që të kemi institucionet legjitime të dalura nga vullneti qytetarëve të Kosovës, nga mendja dhe shpirti i tyre, dhe të njohura ndërkombëtarisht. Prandaj, ju ftoj të gjithëve ti respektojmë ato vendimet e parlamentit, qofshin ato që nuk na pëlqejnë apo që na pëlqejnë, duhet i respektojmë dhe do t'i respektojmë të gjitha. Ftoj përsëri, duke ripërsëritur të shmanget rruga, të shmanget dhuna. Ftoj që të bisedojmë këtu në institucione, pa ndalur, me orë të tëra, ditë dhe natë, por në asnjë rrethon, askush të mos pretendoj të bardh atë debat që mund të zhvillojmë këtu në rrugë. Respektoj me përullësi dhe një të shenjtë të drejtën për protest. Edhe unë, krejt jetën e kum kaluar në protest, bishkundër Serbisë. Unë kom qenë opozit. Unë kur kam qenë opozit, kam qenë opozit në vitet 2004-2007. Kur presidenti Rugova ka formuar ekipin e unitetit, me njëherë kum bashkangjitur ati ekipit të unitetit me gjithë potencialin dhe leadershipin e Partisë Demokratike të Kosovës, duke të tërsuar po mohuar rolin e opozitës për të shërbyer procesit negociator për të shpallur pavarësinë. Dhe kohëm na ka dhënë të drejtë në atë vendim që nuk ishte shumë popullor për elektoratin e Partisë Demokratike të Kosovës, por ishte në interes të shtetit, ishte në interes të gjithë qytetarëve. Prandaj dhe sot një mirë dhe krenar. Por në asnjë rrethon kur pushtetin se kemi kërcënuar me demonstrat apo dhunë. Kemi zhvilluar jetën parlamentare këtu, duke shkuar me gjithë kolegët tjerë të pushtetit të atëhershëm që ishte koalicioni tjetër, në vjen, në takime. Prandaj, kam qenë edhe kundër, edhe kur me keni ftuar që t'ju përkrah në demonstratën e shkurtit vitin shkurt 2007, ju këmë thoi, jo, rruga nuk o zgjidhje. Sepse nuk ka pasur Kosova nevojë për viktimat e reja në kohën e paqes, kur u vra Monbale dhe Arben Gjiladini. Sot mija po rriten jetim, du të mi orë marrë. Keni thonë, unë kam qenë opozit, unë nuk akuzoj kërkan, kemi qenë opozit, ju këmë thonë mosni, nuk o rruga, nuk o zgjidhje, parlamenti, jeta institucionale, ju kuftu, gjithmonë mi bashkangjit jetës parlamentare dhe demokracisë, keni bo mirë që keni do në zgjidhje, keni bo mirë që keni prënu dokumentin atisajt, keni bo mirë që jeni në parlament, jeni të gabu që po dini në rrugë, dhe mos i merrni në qafë njerëz. Dhe nuk do të mund t'i merrni në qafë njerëz, për ju të tregoj shumë hapur, sepse ju theksoj edhe një herë, e kuptoj frustrimin dhe arrogancën dhe agresivitetin tuaj, sepse e dini që keni gabuar shumë rënd. Prandaj, edhe një herë, ftoj të gjithë që të vazhdojmë, të punojmë këtu në institucione me këmbgulësin më të madhe, që të bashkëbisedojmë në mënyrë më të urtë, më të mençur, të mundshme, duke pasur parasysh gjithmonë
respektin për të kaluarën tonë, që të na bashkojë edhe sakrifice madhe e qytetarëve tonë, por në të tjetër kohë edhe vizioni jonë për të ardhmen. Por në asnjë rrethon nuk do të ketë kompromis me ligjin, me kushtetutën dhe me marrëveshjet ndërkombëtare. Të nderuar deputet, qytetarë të dashur të Republikës së Kosovës, pretendimi për të demonizuar Policinë e Kosovës është i papranueshëm. Ata janë vëllezërit, motrat, fëmijët tanë. Ata, e ritheksoj një herë, e kanë ligjin zot, kushtetutën zot. Ata janë mbi çdo politik. Ata janë në interes të qytetarëve të Kosovës, të shtetit të Kosovës. E kemi policinë për të parë të ndërtuar prej neve, dhe u theksua këtu dhe prej deputetëve të tjerë, se si është formuar në bazë vullnetit tonë, por standardeve më të larta ndërkombëtare. Policia e Kosovës, madje, ka dëshmuar se është e gatshme të rrezikon edhe jetën e tyre në mbrojtje të sovranitetit të Republikës së Kosovës. Është e turpshme analogjia që po i bëhet, është e papranueshme, është e patolerueshme. Nuk është e pjekur politikisht. Të flitet sot se kush e do flamurin kuqizim ma shumë, kush e do gjuhën shqipe ma shumë, kush e respektoj gjuhën shqipe ma tepër, kush e patriot me tepër ose me pak, është e papranueshme. Të ndatë qytetar në patriot dhe tradhtar është e papranueshme. Ne të gjithë kemi luftuar për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, pa dallime ideologjike. Dhe pikërisht këto të kalimet e dallimeve ideologjike krajinore për të parë në Kosovë arritëm që të unifikohemi dhe të shënojmë fitoren tonë historike kundër Serbisë me 10 qershor 1999. Prandaj, të gjithë qytetarët e Kosovës që jetojnë në Kosovë dhe diasporë kanë qenë, janë dhe do të mbesin për mu shlirimtar dhe meritorët për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Edhe njëherë, juftoj që të mbështetet dhe ftoj gjithë deputet pa dallime, duke i falendëruar për kontributet e tyre, për diskutimet e tyre, për sugjerimet që unë i vlerësoj disa për tyre shumë të urta, shumë të mençura për të kalimin e kësaj gjendje dhe të vazhdoj me agendën tonë evropiane dhe zhvillimore të Republikës së Kosovës. Dhe njerë, ju faleminderit. Faleminderit, debatën e kemi kryer dhe fjalën përfundimtare ka kërkuesi i mocionit për debat, kryetari i grupit parlamentar, deputeti Adem Grabosi. Faleminderit, kryetar. Adem. Pari du t'i falenderoj të gjithë kolegët për mendimet e tyre. Nga debati lërsoj se ka dalë qartë se pjesa më e madhe e kolegëve kanë treguar dëshmërinë e tyre për t'i marrë përgjegjësitë që na takojnë si përfaqësues të qytetarëve të Kosovës, si pjesëtar të organit më të lartë vendimmarrës, pra të Parlamentit të Kosovës. Nga debati sa ndëgjum, grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës propozon këto rekomandime. Në 1. Kuvendi i Republikës së Kosovës mirëpret marrëveshjet arritura në mes të qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë përmes procesit të dialogut dhe mbështet zbatimin e tyre të tërësishëm. Në 2. Qeveria e Republikës së Kosovës në pajtim me kompetencat kushtetuese dhe ligjore të vendos për masat përkatëse reciproke për mbarvajtjen e procesit të dialogut dhe implementimin e konkluzioneve të arritura. Në 3. Qeveria obligohet të raportoj Kuvendit
lidhur me mbarvajtjen e procesit të dialogut dhe reciprocitetit. 4. Ky vendim hyn në fuqi në ditën e miratimit të tij dhe shfuqizon të gjitha vendimet e kuvendit në lidhje me këtë çështje. I ftoj të gjithë deputetët që të mbështesin këto rekomandime, të cilat vlerësojnë se i hapin rrugën e perspektivës vendit tonë. I falenderit. A e keni harmonizue, ju lutem, unë e kam fjallën tash. A e keni harmonizu këto me grupet parlamentare? Jo, ju lutem 15 dhe gjysore harmonizoni. A jeni dakord? Ju lutem, një pauzë, i harmonizoni dhe pas 15-20 minuta shtehëm në seancë. Harmonizoni me propozuesen. Pas 20 minuta kthehem në seancë.